di me bo edhe unë sene të mira, di me bo edhe unë sene shumë me vlera të cilat në fakt nuk shiten. Faloni, po i thot vetës ka karizëm. Po, kam, pa pik modesti e thom, po në njëri për shemull matë shajtur se sa unë viteve të fundit në emisione. Po, vetën. Po. Okej, vetëm. E përmende që prej kësaj pune s'ka pas pare, po më duket i ka ardhur koha që edhe me gazetari me mujt njëri me bo pare dhe me emisione televizive. Sa ka evolu në këtë aspekt? Me gjithçka duhet me bo pare, është shqyqër zoti që demokracinë që kemi lyp, demokracia paza parë është tregu i lirë, tregun e lirë mbizotërojnë ata që e dojnë punën, ata që e dinë çka don publiku, çka don tregu. Në fakt edhe çashtu mund është me mbjetu. Unë fatmirësisht deri tash nashta edhe pse i kum përshtat shumë gjithmonë kohës, kum pas fat edhe nashta edhe vizion për me najtën skenë. Se skena është shumë e vështirë, po të folë jo veç për gazetari, po edhe në përgjithësi estrade çka do. Nëse nuk përshtatës i kinja 4 vjetë tuja të shkelqimit madhështor që i ki edhe dikur veç orbita e kometës del dika tjetër dhe se shemë asë shkelqim. Kështu që duhesh mu përshtat në najtë qatë orbitën e publikut. Sa është e vështirë me o përshtat? Se për një mend të i të vetësotit mirë e ki që nashta e ki veç një klik qatë edhe veç shymësh mandej. Që po të kalzoj sa është vështirë, a ki po në njëri për shemull matë shajtur se sa unë viteve të fundit në emisione. Po, vetën. Po, okej, vetën. Fiks. Problemi është sepse njerëz publiku jetë i vjetër, mendon që ti duhesh me shku në qatë hapë. Edhe ti në momentin që janis me harruat publik, me u përshtat publiku të ri, sepse tregu është të trit, njerëz thojnë ky u tranu, ky u degeneru, ky nuk o ka di mosh ka bo, fama ka bo, nuk e kuptojnë që unë thjesht jem tu mbjetu në treg, edhe po mundona me mbjetu në treg. Di me bo edhe unë sene të mira, di me bo edhe unë sene shumë me vlera të cilat në fakt nuk shiten. E bën një super emision, një super dokumentar, një super film, çka do, nuk shitet, sepse njerëz janë të interesuar për sene shpeta, sene të rinis, që sot po i quajnë sene të budalla kafta, i quajnë sene të budalla kafta, sepse të vjetrit janë të gatshëm me pranu që kjo është realiteti, që kjo është ajo çka po ndodh sot. Nuk ndodh veç në televizion, po ndodhë në jetën e përditshme gjithka. Biznisi ka ndryshuar shumë, sot janë më të pa skrupull në biznes gjithë, politika ka ndryshuar shumë, nuk mundesh me paramenu sot një kryetar të Amerikës që është gjendje me fol, asë në shtëpi vet një nuk fol që fol edhe i trajton të tjerët. Kjo është sepse populli e lyp qatë, do të thonë populli aktual, po në rinia e lypin qatë njëri i cili e ka një farë karizme, një farë ta shtojnë, faloni, po i thot vetës ka karizëm. Po kam. Pa pik modesti e thom, që tjertë mujnë me thonë, çka do që tojnë.